Magjiku i sëndërimit përmes tragjikometisë të shpirtit njerëzor. Sot, jo vetëm Andrea që e kishte poetin e saj kombëtar, por e gjithë bota prunen me respekt dhe mirënjohje përpara tij. Krijimtarinë e tij me tematika plot karaktere në mëtim, kuptim dhe jetëson. Shakespeare ka qenë marrësinë e shpirtit njerëzor, të pushtetit, të dashurisë, rregullsinë e përbotshme që sjell pasioni njerëzor. Ky ndërtoi artin e madh të kohës, ku publiku gjonte vetveten. Një nga shkrimtarët më të mëdhenj të regjinjes europiane dhe një nga veganët mendimtar më të fuqishëm që lindi në Europë. Ai mundi të rrëmbej skeptin e sundimtarit në botën e dramaturgjisë dhe letërsisë të gjitha kohërave, artin antik grek dhe atë roman, rilindje italiane dhe traditën popullore të dramaturgjisë angleze. Shqipi, tradhtia, shpenzuria, e vërtet dhe shtimi, jeta dhe vlera. Nëpërfund nga këto tema ne përsërim atë. Ngjarje në fillim të Danimark. Princi Hamlet tronditët nga vdekja pa pritur e Datit, mbretit të Danimarkut. Vetëm pak javë më vonë, nëna e tij, Mbretëresha Gertrud, martohet me të xhelën e Hamletit, Claudin, i cili bëhet bret. Një natë shfaqet portretën e mbretit të vdekur, e cila i zgjidhur Hamletit të vdekur. Si në Danimarkës, Hamlet shkikna. Pa pritmas, ai ishte një fantazm që i krahason paparin. Hamlet, nga papari. Claudin e dronë shtetë. Pasënë, makmena serioze. O zot, si do mund të sfurë të vërtetë, nga makmena pa rapor. Po a kesh më shpesu që vërtetë? Atë më lepi në kona faj. Hamlet, ose më shpesh, me ose ndërë vërtetë. A është më lazë me vërtetë, apo një mashtimi më ndjesimë? Ka se di që në një të dy që dish. Hamlet, se vë pra ashtu, je larg dhe i tronditur. Po dalë si ashtu, po dhe me të nuk të fotografia. Tradhti, çfarë ti po thua? A mund të më thuash që mos e mund ta zgjidhni bashkë? Lërë më themi. Hamlet vendos të përdor një lojë teatri për të zbuluar fajin e Claudit. Në një orë të fundit, Hamlet dhe lart të përballën. Ka hel, tradhti dhe vdekje. Nuk mund të shoh më. Sa i vërtetë, fajin e mitikë. Faj, çfarë faj? Faj se ka më. Pa një e të dy. Më ka dhënë detajnë diçka është erë. Tashmë botanin e ka një tjetër botë kuptim. Ofetja, unë një lipa fat, tani do të harmoni për çdo të padrejtë. Ki besim tek unë. Faleminderit vllai. E vajme, njeri për të gazë, të tjetë. Më ngritë e misu për kërë isha fëmirë, në vëndet e qërë që a bafën, dhe tani, jakë jetë. Pjesht një kafke eshtë. Ku është zërit? Ku është busqirë që ajo? Ku është zërit që më është të salën për të buzim? Shë përfundim të qirë, pretër, o portar, njerës të tjeshtë, lurë, eshtë. Sa e qëtishme është jeta dhe sa e sikur të vdekë. Mirë se vini, Macbeth e Barquer. Suksesi juaj në betejë është i madh. Mos e gjetë, jemi të nderuar. Kujdes Macbeth, kartë të janë të çfarë, po shej rëndësishëm. Po ngjelë në mend. Si ka mundsi? Kam shumë çudi. E di shumë të në disarë, që një ditë të bëhesh Hamlet. Macbeth. Nëse ti do të duash pushteti, nuk do të lësh të tjerë që të zhurojnë fati. Nuk mund të shkel në mbret. Kam frikë. Frika është për të doti. Nëse ti do të duash pushteti, duhet të jesh i gjykimshëm. Mund të bësh atë që të gjitha e ndrojnë. Merr fatin e duart tua. Fati, nuk e di çfarë fati kam. Jam shumë. Bravo, tani diçka duke rëzërë. Macbeth. Nuk ka film pas. Tani tjetër.
Unë jam vetë, po. Tani çdo ditë po shikoj. Po duket si një armik. Macbeth, nuk jam thonë të kesh në pushtetin. Ti, dhe të largosh këdo që mund të funksionon. S'po ndodhi. Duket se rata se s'po ndodhi gjithçka. Nuk e kuptoj. Nuk e di. Ja e pa konfirmuar. Pushtetet e korrupsioni, faji dhe çmenduria, fakti dhe zgjedhjet personale. Ngjarja zhvillohet në Skoci. Macbethi është një gjeneral krim dhe besnik i mbretit Duncan. Pas një betejë fitintare, ai takon Fleshtriga, të cilat i parashikojnë se do të bëhet mbret i Skocisë. Fillimisht Macbethi dyshon, por ambicia fillon ta pushtojë. Kur mbeti Duncan vjen me stafirën në këshillin e tij, Lady Macbeth e bin ta vrasë për të marrë tronin. Macbethi e mbret vetin dhe fajin e throjeve. Ai shfahet mbret, por nuk gjen paqe. Frika dhe faj e mundojnë vazhdimisht. Për të siguruar pushtetin, ai urdhëron vrasjen e mikut të tij, Bankos, sepse Shtriga kishte thënë se pasaret e Bankos do të bëheshin mbretër. Vret gruan të fëmijët e Macduffit.